doktor poetik braktis ato që nuk takon. Isha vetëm i strukur në qoshën e dhomës sime. Qetësia e natës mbretëronte në çdo cep të saj. Errësira ishte manteli që kishte zbukuruar vetmin time. Syt filluan të ambientoheshin me këtë pamje të errët, por një panik më kishte kapluar në gjoksin tim. Më kujtohej në çdo moment mesazhi që më kishte dërguar miku im. Mesazhi kishte të bënte me natën e parë të varrit, me errësirën dhe vetminë e asaj nate. Nën ethet dhe ndikimin e atij mesazhi, vendosa të komunikoj me një krijesë të veçantë për secilin nga ne. Vendosa të bisedoj me të, hapur pa i mbajtur sekretet njëri tjetrit në bisedën tonë. Vendosa të flas me zemrën time. Ajo nuk fliste dot, por vetëm më dëgjonte mua. Doja ta kujtoja, ta çortoja, ta këshilloja, e sa të vështirë ka. Për një moment e nxorra zemrën nga gjoksi im dhe e ula përballë vetes. Ajo e dëgjonte me kurreshtje këtë bisedë të pastër. Vazhdoi bisedën duke i fol. Moj zemra ime e dashur, a e di se ne kemi një lidhje të veçantë? A e din se çdo gjymtyrë e trupit tim varet nga ti? Zemra ime, misioni yt është shumë fisnik. Ti je e urdhëruar që në brendësinë tënde të kesh vetëm ahiretin dhe dynjan duhet ta braktisësh totalisht. Çdo pjesë e trupit tim mund të përzihet me këtë botë përveç teje. Nëse ti qëndron e pastër e nuk përzihesh me këtë botë, do ruhemi nga të këqijet e kësaj bote. Çdo pjesë e trupit tim mund të përzihet me këtë botë përveç teje, o zemra ime dashur, të është ndaluar. Zemra ime, misioni yt është shumë fisnik, dhe te ti vetëm Allahu ka vend dhe askush tjetër. O zemër, mundohu të jesh e mëshirshme me ne. Kujdes nga e hedhë shikimin tënd, se syt e mi nuk shohin vetëm atë që ti urdhëron. Veshi s'dëgjon vetëm se te ajo që ti më drejton, e gjuha ime s'flet vetëm se atë që ti beson. Zemra dëgjonte dhe heshtur më vështronte, sikur donte të thoshte, a ka më çfarë mund të më kujtosh? I them me një zë të ngjirur, por që buronte nga çdo qelizë e gjymtyrëve të mia. O zemër, nëse ti nuk pastrohesh, të gjithë ne gjymtyrët e trupit tonë do vuajmë. Se krijuesi ynë ka thënë se në atë ditë nuk ka dobi as pasuria e as fëmia, por vetëm ai që vjen me zemër të shëndosh. O zemër e dashur, fola me ty me errësirën e dhimbjen e atij mesazhi që mbarte errësirën e varrit, ku më tha: Varri ka një mesazh për ne. O biri i Ademit, unë të kujtova përsëri sot. Po ti, a më kujtove? Unë jam mbushur vetëm me errësirë, kështu që sill me vete dritën e namazit. Unë jam vend i mbushur me plot frikë, kështu që sill me vete dritën e leximit të Kuranit. Unë jam i mbushur me gjarprije e akrepa, kështu që sill me vete sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Unë jam i mbushur me zjarr, kështu që sill me vete lotët e derdhur nga frika e Allahut. Unë jam i mbushur me dënim, kështu që sill me vete lëmoshën dhe sadakan tënde. Mos më haro mua, sepse unë të pres me padurim që të tretesh në barkun tim. Të nderuar